Sipas së faqes në Facebook Shqipkovicësit, banorët e këtij fshati kanë thënë po hapjes së trasesë së qarkores së Shqipkovicës që nesër të lidhet me Prizrenin. Këshilli i Bashkisë Vendore së bashku me Këshillin e Komunës si dhe kryetarin Bilal Kasami informuan pronarët e tokave me planin e trasesë së qarkores, pati sqarime të hollësishme për shumë pyetje të ndryshme. Në fund u tha se pronat që do të merren do të paguhen dhe drunjt që do të priten do të mund të shfrytëzohen nga pronarët, njofton faqja Shqipkovicësit, duke shtuar se do të ketë një sportel të veçantë në komunë lidhur me pyetjet për zhvillimin e punës. Gjithashtu, siç njoftojnë nga Shqipkovica, nëse gjatë punimeve dëmtohet ujësjellsi, komuna e Tetovës ka garantuar riparimin e tij. Gjithçka do të zhvillohet në bazë të ligjit dhe çmimi do të përcaktohet pasi të caktohet prona që merret për trasen, kurse banorët sa më parë të kthejnë tokat në emra personal me listë poseduese nga kadastra e Tetovës. Në fund, Shqipkovicësit i thanë po hapjes së trasesë së qarkores së Shqipkovicës, thonë nga Bashkia Vendore e Shqipkovicës me në krye Neazi Mjakin.